Blije ose bëje vetë, burger. Ky burgeri kushtoi 11.000 lekë të vjetra, por sa do më shkoj nëse e bëj vetë. E di që do ju duket punë shumë e madhe bërja e një burgeri nga fillimi, duke nisur edhe nga buka, nga qoftë dhe çdo gjë tjetër. Kostoja totale doli 392 lekë, por pjesa e mirë është që e bëra shumë shpejt me anë të 3 pajisjeve nga Hisense. Këtu jeni duke parë air fryerin ku unë poqa qoftet e mishit të viçit, po ashtu në air fryer unë poqa edhe patatet, pra për mos t'i skuqur në vaj, ndërsa këtu jeni duke parë multicookerin, i cili ishte me të vërtet fantastik. Këtu ishte opsioni i gatimit të perimeve me presion që u bën njerëzisht shumë shpejt, ndërkohë edhe bukën unë e bëra në air fryer, mbesoni që doli më e mirë se buka që bën në furr, dhe tek mikrovala pastaj shkriva djathin si për qoftë. Pjesa më e bukur të treja këto pajisje i përfitoni falas nëse blini një nga paketat elektroshtëpiakeve në Glo. Ta blesh apo ta bësh vetë?